Olta, përveç debateve, çfarë si do e shihet ju Gertën pak më ndryshe brenda shtëpisë? Po unë specifikisht. Unë e kam imagjinuar Gertën, nuk e njoh personalisht, sigurisht e njoh si personazh që që kur ishte Miss Albania 96 në mos gabohem, sepse Gerta ka qenë hit në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë, ka qenë një nga vajzat më të bukura dhe unë nuk e harroj kur Gerta dilte rrugëve të Durrësit, ndalonte koha kur ajo ecte në rrugë sepse aq e bukur ishte dhe vazhdon të jetë. Dhe vazhdon. Po. Gjenerat e ardhshme. E kisha imagjinuar dhe më lejoni të them këtu me qënë se e kam dursaken time që Gerta është dëshmi e gjallë, edhe unë gjithashtu, që vajza e Durrësit janë realisht shumë të bukura. Por, të dalë në temë, e kisha imagjinuar Gertën pak më mistrece, që unë besoj që ajo e ka brënda. E ka. Po, unë ta lexoj këtë gjë, e ka brënda, por ja, ka vendosur tani mbase të shfaqë një dimension tjetër. Ta shojmë. Duat jap dhe një këshill, jo vetëm Gertës, po të gjithë lojtarëve. Shiko, kjo sigurisht e ka thënë dhe Dini dhe Jonida që sigurisht që nuk është një sprint, është një garë. Por kjo garë ka etapa. Pra, mund të keni qenë shumë mirë për javën e parë, javën e dytë, tani ndryshojnë marrëdhëniet, ndryshojnë relatat aty brenda, ndryshojnë dinamikat dhe normalisht duhet ndryshojë dhe qasja juaj dhe energjia juaj duhet ndryshojë. Pra, keni kujdes etapat e lojës.